flasim pak për protestën, lutem. Po për protestën po flasim. Jo, vetëm për protestën nuk po flasim. Vetëm për protestën s'kemi folur. Qa protestën e drejton ti? Jo, nuk e drejtoj. Më lërë të drejtoj unë, jo të lutem, më lërë të drejtoj unë emisionin dhe unë po pyes zonjën pse në mënyrë personalizuar Edi Rama cakton emra 1, 2, 3, 4 dhe nuk merret me problemin e protestës. Ja te ju. Doktori ka deklaruar që e mbështet, ja një minutë, të lutem. Po të lutem pra tani ose hajde këtu ti përzehun këta dhe rim të dy ne. Flasim, tër natën. Do ishte shumë mirë. Po, hajde flasim. Po, mbaroj me këta. Atere, që të themun shkët? Atere, doktori ka deklaruar se e mbështet fort protest. Ditë për ditë, minut për minut. Tani. Jo, në fillim nuk mendoj kështu. Jo, tani. Por nuk dili me logon e PD-s aty. Në fakt, në protest bërtasin njerëzit Ramanburg, Berishanburg. Të sash që dëgjoni vetëm me një vesh. E mbështet doktori këtë slogan Ramanburg, Berishanburg? Sali Berisha dhe Partia Demokratike mbështet protestën që nga dita e parë që protesta ka nisur. Po, dita e parë tani, ja ku janë këta, po që se nga gënjen, që në fillim fare, dita e parë Saliu ishte gati me automatikun pra. Po fol pra mos nga gënje. Dakor, jo me jo, në ke këtu dhe ma thuj që do të gënje nga këto që do të tem. Po ditën e parë Sali Berisha ka mbrojt protestën. Dhe nuk thuj i fjallë të shimë letë plasë. Po ka mbrojt protestën. Jo pra jo ta them unë, një sekund. Në momenti që ka ndodhur konfliktin Zvërnec, në momenti që ka ndodhur konflikti, në atë moment, unë personalisht, unë si jam thjesht një antar i Partisë Demokratike, por jam deputet, jam antar kryesi i kësaj force, kam folur në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike live një drekës, kur kam denoncuar ngjarjen që po ndodhte në Zvërnec dhe dhunën që është ushtruar ndaj atij pronarit të trullit që ishte aty. Aq informacion kishim. Unë kam folur në kuvend kombëtar, ka qenë duke u zhvilluar kuvendi kombëtar në punime e sipër. Të nesërmen, jo vetëm unë, po një sër deputetësh Partisë Demokratike kanë reaguar publikisht në mbështetje. Të pas nesërmen kanë dalë në protestë, Sara nuk të ndërpreva asnjë moment, lutem. Ja, të mbaroj Sara dhe ndry. Okej. Të mbaroj se në fakt ka ditën e hënë, në datë 1 qershor, ka qenë data 1 qershor, është zhvilluar protesta dita 2 mos gaboj, ka patur një pjesëmarrje, kam përshtypjen edhe për vetë organizatorët surprizuese, ka qenë shumë e madhe. Keni patur një sër deputetësh Partisë Demokratike që kanë dalë në shef si qytetar dhe nuk kanë patur asnjë kërkesë për protagonizëm, për vëmendje, asnjë ngjarje tillë. Në datë 2 është dhënë deklarata e parë nga zoti Berisha mbledhje grupi. Dhe ati momentit të cilit i është referuar për ata që ka thënë që ata që dalin dhe drejtojnë thirrje kundër opozitës, unë i them që janë mjeran dhe i shërbejnë status quo-s, kaq ka thënë, dhe ndërkohë ka thënë mbështes plotësisht protestuesit të gjithë, kauzën dhe protestën, por ka veçuar këtë grupim. Por ka dalë pro ndërtimin e nartë. Ky moment është marrë. Berisha ka dalë pro ndërtimin e nartë. Ky moment në parim ka thënë jam pro projektit dhe investimeve të huaja. Jam pro investimeve të huaja, jemi parti e djathtë. Për nartë që është Kushneri. Ka folur pro investimeve të huaja. Më dëgjoni edhe një sekond. Dhe kam qenë aty. Dhe kur është marrë dhe është spinuar lajmi në të gjithë mediat dhe portalet që dihet se kush i kontrollon këtë vend, gjithë televizionet kombëtare, që e kanë censuruar protestën në çdo formë të mundshme dhe në çdo mënyrë, kanë marrë vetëm këtë segment dhe kanë thënë PD-ja është kundër. Kundërkohë nuk ka qenë kundër. Nga momenti i parë që protestuesit kanë dalë me 5 kërkesat e para, se sot kemi 5 kërkesa që janë lexuar nga zoti Goxha dhe disa tjerë, por kanë qenë edhe 5 kërkesa tjera, të cilat tash janë inkorporuar ke këto 5 kërkesat aktuale se i mbajmë shumë mirë. Ne kemi bërë madje dhe aktin, se politika nuk është vetëm retorik, deklarata, kemi bërë dhe aktin në parlament, në kuvend, kemi depozituar kërkesën për mocion me debat dhe kërkesën për shfuqizimin e 4 ligjeve që i kanë kërkuar dhe protestuesit, duke ju përgjigjur interesit të protestuesve dhe duke ju përgjigjur zhvillimeve politike në vend. Nuk kemi kërkuar të jemi as zëdhënës, siç e përmendet sot Aulan Balla, as përfaqësues të protestës, as gjë. Parlamenti ka detyrë të përgjigjet problemeve qytetarëve. Ne nuk mund të bëjmë sigur nuk ekziston kjo protesta që ka 26 ditë. Dhe kemi quar deputet e Partisë Demokratike. Në fillim bët atë të Trazinorëve jo? Në fillim bët protestën e Trazinorëve. Kishe planifikuar, kishe javë, kishe njoftuar. Kemi dhe jo, nuk mund ta vazhdosh. Kemi depozituar, vazhdo se si e më burr këtu, Sara, vazhdo.
kemi depozituar kërkesën zyrtare për shfuqizimin e të 4 ligjeve që kanë kërkuar dhe 4 nismat. Kundërkohë, njëra prej tyre kemi kërkuar e kemi çuar prej 2 vitesh amendamentet në ligjin për zonat e mbrojtura e kemi çuar dhe në gjykatë kushtetuese. I dashur zoti Klliç. Kështu që ku e shef këtu mos mbështetjen apo problematika? Ku i shef këtu? I dashur zoti Belin, të bëra një pyetje shumë të thjeshtë. Po, dhe tu ja dha bëra një dhe një përgjigje kolegu shumë tuaj dhe nuk mu dha asnjë përgjigje. Tu dha përgjigje shtruese përkundrazi. Pyetja është shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë dhe përgjigje. Ky zotria këtu dhe vajza atje bërtasin, zonja atje, bërtasin Ramanburg, Berisha në Burg. Dakord. Ju jeni dakord që dhe Berisha të shkojnë Burg me qenë mbështetni fortë? Janë dhe 100.000 protestues të tjerë, ta them dhe këtë dhe të flasin, pa tjetër se ata duhet kënë kohën se kanë arë për të folë për protestën, janë dhe 100.000 të tjerë, që kanë thirrje të tjera, ne mendojmë që kemi shumë e më shumë arsye që na bashkojnë në atë shesh, se sa na ndajnë. Unë mund mos bie dakord me organizatorët apo vullnetarët apo si doni ju veja një emrin, zotrinve që janë koordinatorët që janë në studio për këtë çështje, por për një sër çështjesh të tjera bie plotësisht dakord. Dhe këtu mbaron historia. Fakti që nuk e bërti gabime. Kjo histori nuk është bardhëzi. Kolegu juaj, njeriu i mirëndësishëm se ju, sekretari i përgjithshëm i partisë, thoshte që kjo është një protestë e Sorosit. Berisha në fillim ju dolët me transgjinorët e me këto dolët në protestë paralel me këta. E të gjitha. Tani, dakord, më jemi dakord, mirë bet. Ndryshimi është një gjë që vjen, është e pa diskutuar bëhet e njeriu. Dhe të forcat politike sidomos. Ndryshimi është gjëja më e rëndësishme që mund duhet të ndodhë, dinamika, kjo lëvizje. Tani, problemi është i nderuar që unë me pyetjen e thjeshtë përgjigjem asnjëherë. Unë të përgjigjem. Jeni dakord Ramanburg, Berisha në Burg? Unë jam plotësisht dakord me 5 kërkesat e protestuesve. Këtë thirrje. Po brenda këtyre kërkesave është edhe Ramanburg, Berisha në Burg. Te kërkesat zyrtare që janë të depozituara, flitet për zonat e mbrojtura, për paketën e maleve, për ligjin për trashëgiminë kulturore dhe flitet për çështje që kemi ngritur dhe ne prej vitesh. Jo do ta hiqni këtë Ramanburg, Berisha në Burg tani. Kështu që kur ti kesh kërkesat, vetëm të lutem ylli, ma merr mua kohën, mos më lër mua më të flas, vetëm jepi kohën për të folur për atë librin aty. Se ai libri është arsye shumë e madhe. Ai libri është arsye shumë e madhe. Nuk merr me libre. Dhe një fjalë për edhe për këtë që nuk kupton se çfarë është protesta. Për librin kanë dalë njerëzit në rrugë. Gjithçka që është publike, ylli është politike. Edhe çmimi i ujit kur vitet është politik. Në bazë të librave, edhe çmimi i biletës ngjarjes kam ndërtuar së urbanit. Një minutë. Unë kam ndërtuar emisionin, unë kam bërë një platformë të këtij emisioni. E kam ndërtuar, e kam skeduar, kam punuar dhe unë ju pyes, ju përgjigjeni. S'doni të përgjigjeni, nuk përgjigjeni. Është çështje. Do ka ngel gjë pyetje tjetër të taja përgjigjen. Isha i qartë. Pyetje e parë vetëm nuk u përgjigje. Nuk u përgjigje prapë. Ramanburg, Berisha në Burg. Ramanburg, Berisha në Burg. Jam 100% dakord me 5 kërkesat e protestuesve. A nuk e kryeshtar në pyesësh neve dhe janë me shkrim kërkesat. Dhe ka thënë dhe Berisha vetë i mbështet. Tani vazhdoni ju. Ju Ramanburg dhe Berisha në Burg nuk do. Parasysh diçka se si ka rrjedhë ngjarje. Domethënë Narta ka qenë pika kyçe, cila është derdhur kupa.